Më falni të gjithë, nuk ju bëra krenar. Christian Prenga reagon pas humbjes nga Anthony Joshua. Boksieri shqiptar Christian Prenga ka kërkuar falje tek tifozët shqiptar pas humbjes që pësoi nga Anthony Joshua. Britaniku e nokautoi shqiptarin në raundin e dytë, pavarësisht që ky fundit e nisi për mrekulli duke rrëzuar 2 herë në raundin e parë. Prenga ka reaguar për herë të parë duke thënë se ishte plani i Zotit që fitoi Joshua dhe njëkohësisht shfrytëzoi rastin për të kërkuar falje tek shqiptarët. Urime për të, nuk ishte mbrëmja ime, ishte plani i Zotit që ai të fitonte. Unë jam me të, çfarë ai thot, unë jam mirë, mendova se mund ta bëja të njëjtën gjë edhe në raundin tjetër, por nuk ndodhi. Kisha vetëm 10% të tifozëve, por nëse do të ndodhte në Europë, ju premtoj se do të ishin 90% më shumë. Ajo që mund të them është më falni të gjithë, nuk ju bëra krenar, por herës tjetër, shtoi ai.